Mirë mrama, sonë të këtu në Prizma mysafire kam Klara Buda, e cila karrierën e saj e ka fillu si gazetare, pastaj është shkrimtare, njëkohësisht është edhe ka dhe një shtëpi botuese në Francë, dhe tani zhvillon karrierën e saj akademike. Shkollimin e ka fillu në Shqipëri, pastaj në Francë, në Sorbonne dhe në nivellet e tjera të shkollimit. Jeton që 37 vite në Francë dhe ka ardhur në Kosovë me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Mirë se erdhën Prizma. Mirë se u gjeta. Më shumë jetë në Francë se sa në Shqipëri? Po, tani po. A bëhet shqiptarja se shqiptarja francez? Po të doj bëhet, por duhet vërtet goxha punë e madhe, po të kthehem në kohë, kur ndodhesha në një tryezë me student të degës që vazhdonin me mua, ata kishin parë filmat të tjerë, unë nuk kisha parë asnjë nga filmat për cilët flisnin ata, nuk kisha lexuar asnjë nga librat për të cilat flisnin ato, kështu që më është dashur një kohë në mënyrë intensive të shikoj të paktën filmat kult, të lexoj veprat kult të letërsisë që ishin të ndaluara në Shqipëri, dhe më është dashur ndofta 2-3 vjet derisa të kisha mundësi të thoja edhe unë ndonjë fjalë, ndonjë mendim për filmat dhe për libra që diskutonte brezi im në Francë në atë kohë. Çka do të thonë me qenë i përjashtuar prej tavolinës? Në këtë rast që po flisni. Do të thotë që ti nuk e ke parë dhe nuk e ke lexuar atë libër dhe nuk mund të flasësh. E gjithë backgroundi yt është i ndryshëm nga backgroundi i tyre. Pra gjëja e parë që duhet bësh, duhet me aq mundësi sa ke të plotësosh këtë background. E përmenda që ju në Kosovë jeni me rastin e 20 vjetorit të presidentit Rugova, refuzimi estetik, ju keni pas dhe një kumtesë aty, edhe që ka të bëj pikërisht me refuzimin estetik, librin e Ibrahim Rugovës, i cili libër në një farë forme është dëba edhe si pjesë e diskursit jo vetëm politik, por sidomos politik në Kosovë, në aspektin e aty në forcave politike që konsiderohen si forca ose që mbahen si forca demokratike. Para praktikisht do t'ju pyes, ju e keni njoftë Rugovën, keni pas miqësi me Rugovën, apo se? E kam njohur Rugovën për herë të parë kur ka ardhur në Paris me të nderuarin, të ndjerin Femia Gan në Komitetin Kosova, i cili u krijua në periudhën më të vështirë të Kosovës, kur u ndërpren mediat shqiptare, kur u ndërpret televizioni i Prishtinës, rilindja u mbyll, pastaj pasoi mbyllja e shkollave, dhe ky komision u prit nga një revistë shumë prestigjioze franceze që quhet La Revue Esprit, e cila është shumë elitare, jo çdo francez mund të botojë aty, dhe kjo duke e pritur në gjirin e vet, sikur i hapi edhe atë, si të themi, networkun, rjetin e intelektualve, progresist, të filozofëve, progresist, edhe Franca është një vend që për fat ka pjesa më e madhe intelektualve janë progresist. Qa do më thonë me pas një qasje të tillë, do më thonë ku një qasje të tillë në kuptimin intelektual bëhet edhe veprimtari politike, do më me refuzu në formë estetike. E pikërisht, kjo mund tjetë edhe një paralele midis ky refuzim estetik është si metaforë e rezistencës paqësore, sepse refuzimi estetik në letërsi bëhet përmes formës, groteskut, ironisë, dhe nuk është një mesazh politik, sepse do t'ishte letërsia e politizuar, letërsia politike. Por në kushtet e okupimit, në kushtet e opresionit, ose në kushtet e totalitarizmit në Shqipëri, letërsia ofron një
refuzim vetëm përmes estetikës, sepse asnjë autor nuk mund të dali hapur kundër pushtetit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Dhe kjo vihet re edhe në shumë eset të tjera të doktor Ibrahim Rrugovës, ku ai në mes rreshtave transmeton një mesazh fare të thjeshtë, që mund, megjithëse kemi të bëjmë me një ese filozofiko, letrare filozofike, ai flet edhe popullit të thjeshtë, sepse ai për të kaluar të refuzimi estetik, ai përcakton aporin imponim, refuzim, pranim. Dhe kjo ndodh në përditësi, në çdo akt të jetës tonë, ne ndodhemi para një fakti të cilin duhet ta aprovojmë ose duhet ta refuzojmë. Dhe pikërisht duke sqaruar këtë që për diçka që nuk je dakord duhet të refuzosh, është normale të refuzosh, por si do të refuzosh? Do të refuzosh në mënyrë të dhunshme, apo do të refuzosh në mënyrë paqësore. Dhe ky edukim në Francë i doktor Ibrahim Rrugovës bëri që ai të kishte sensibilitetin dhe të kuptonte vlerën e refuzimit estetik në letërsi dhe vlerën e rezistencës paqësore të popullit të tij në atë kohë të ndaluar. Dhe këtu ka edhe një element tepër të rëndësishëm historik, sepse Europa, të gjitha intelektualët që thamë në Francë të revistës Esprit, po edhe të tjerë, kishin tashmë kontakte me opozitën kroate të Miloševićit, kishin kontakte me opozitën slovene të Miloševićit, njihshin shumë mirë Sarajevën, sepse Sarajeva ishte një platformë, si thuash në mënyrë metaforike, ku gjithë kulturat gërshetoheshin. S'kishte asnjë intelektual francez që mos kishte bërë progresisht, që mos kishte bërë një vizitë në Sarajevo. Dhe ndryshimi thelbësor midis këtyre opozantëve, apo të themi oponentëve të regjimit të Miloševićit në këto republikat e tjera, ishte se ata ishin shumë nacionalistë, domethënë ishte një opozit etnocentriste. Dhe nuk ishte ndonjë, domethënë ata ishin kundër Miloševićit, Miloševići ishte po përdorte dhunën, duhet ti përgjigjesh Miloševićit me dhunë. Dhe bile në atë periudhë ata i kanë bërë edhe propozim doktor Ibrahim Rrugovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës atëherë, që të bashkoheshin me ta për të luftuar Miloševićin. Çfarë do të thotë që në një vend ku ka një trysni, ka një apartheid, domethënë dhunë të përditshme të formave të ndryshme, që dikush një lider me një fuqi kaq të madhe, mbështetje në popullat, të ketë një qasje se shpesh herë shpadhen si qasje kështu kompromisi, po dhe kogja komode, në kuptimin që unë mbaj këtë qëndrim dhe pavarësisht dhunës dhe kësaj. Prandaj edhe ata që dolën me pushk e kritikojnë mbi këtë fundament. Ushtria çlirimtare e Kosovës erdhi në momentin e volitshëm, pikërisht kur praktika apo teoria e doktor Rrugovës e rezistencës paqësore kishte arritur në limitet e saj. Sepse duhet ta themi hapur që Europa vërtet përpiqet të demokratizojë vendet rreth saj, por kur vjen puna për dhunën është shumë pragmatike dhe nuk mund ta pranoj dhunën. Por ama çlirimtarët e kuptuan dhe populli e kuptoi që vjen një moment që vetëm dhuna bëhet ai element që t'i thotë europianëve, shikoj, ne jemi këtu, a do ta zgjidhni këtë problem? Të shtypje, këtë mohim, këtë gjenocid që atëherë u përdor me termat pastrim etnik, po nuk ishte vetëm pastrim etnik, se pastrimi etnik i dëbon njerëzit, kurse njerëzit aty u vranë, u ekzekutuan. Dhe pikërisht Rrugova u kritikua
sepse kjo që përgjigja e tij që jo, nuk është për ne, bashkimi me forcat kroate ose se slovenët dolën pa luftë ose bosnjake, por neve do të vazhdojmë me rrugën tonë. Ndofta i thanë oportunist, ndofta i thanë frikacak, por historia e tregoi që doktor Rugova ishte vizionar. Në kuptimin që Kosova, që ishte një krajinë autonome, ishte totalisht e panjohur për intelektualet francez, po flas për Francën me që aty kam punuar, por kam jetuar dhe punuar, por edhe për intelektualët europian progresist në përgjithësi. Dhe ndodhi përplasja e fortë dhe pastaj erdhi Srebrenica. Srebrenica duke qenë një vend, siç e thash, një platformë kulture, nuk ishin më forcë propagandat që thonin që janë muslimane etj. Pse njerëzit e kishin vizituar, intelektualët që bëhen, si thuash, motori i opinionit publik në Perëndim, kishin ardhur dhe i kishin parë që këta. Edhe aty kishte ndodhur pastaj edhe një krim i jashtëzakonshëm i përmasave shumë të mërshme, sa që nuk mund të fshihej më. Pikërisht, dhe ndodhi Srebrenica, ku forcat holandeze atëherë nuk arritën të mbronin gjenocidin që ndodhi në Srebrenicë. Të bëjmë një paralele në mënyrë fiksionale, të themi, ose fantaziste. Sikur doktor Rugova të kishte pranuar që të bashkojë me frontin kundër Miloševićit dhe masakra e parë kishte ndodhur në Prishtinë. Do fillonte që argumentat e propagandës për t'i diabolizuar shqiptarët, të cilët Perëndimi nuk i njifte, nuk kishte kryqëzuar intelektual shqiptar. Në Paris atëre, kur ishin me dhjetra intelektual kroat, bosnjak, sloven, por edhe nga Beogradi, kanë qenë vetëm 2 intelektual të njohur. Doktor Ibrahim Rugova, që një rreth i ngushtë i kishte njohur në shkencat humane, dhe poeti, piktori Daud Berisha. Pra, në qoftë se ajo që Kosova me bekimin e doktor Rugovës do të futej në koalicionin kundër Miloševićit, shqiptarët, për mendimin tim, do të ishin masakruar si u masakruan muslimanët në Srebrenicë, dhe bota nuk do të kishte marrë vesh për ta. Ndërsa vizioni i doktor Ibrahim Rugovës, që pati kurajon të pranonte kritikat, ta qunin oportunist, ndofta frikacak, po të thoshte se kjo nuk është rruga jonë, ne do të vazhdojmë të rezistojmë në mënyrë paqësore, bëri që të fitojë kohë. Dhe duke shëtitur me atë grupin e vetë të Lëvizjes Demokratike të Kosovës, ku ishte shpesh edhe i ndjeri që vdiq së fundi Alush Gashi, Femia Gamni, edhe shumë antarë të tjerë të komisionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, këta i bindën të gjithë vendet të cilat u hapën dyert e tyre për pozicionin e rezistencës paqësore. Madje kjo edhe njihet si merit Rugovës, edhe prej shumë kundërshtare. Çfarë është thelbësore është se Europa nuk do luftë. Dhe ky është i vetmi lider që propozonte një rezistencë pa dhunë, pa luftë, pa armë. Dhe gjatë këtyre viteve, duke filluar nga viti 90 deri në vitin 1998 dhe 1999, kur filluan dhe bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi, ai pati kohë 10 vjet duke shëtitur botën për t'i sensibilizuar të gjitha këto struktura, qoftë shtetërore ku e prisnin, qoftë intelektuale, për çfarë po ndodhte në Kosovë. Refuzimi estetik, këtu refuzohej nga popullata e cila ishte pushtuar, refuzohej një sistem i cili ishte i mbivendosur, që ishte sistemi aparati i dhunës serbe. Kurse në Shqipëri, për 50 vite kishte ndodhur diçka tjetër. Bëhej refuzimi estetik i asaj çka kishte ardhur deri në atë kohë, çka ishte, dhe ndërtohej një formësim estetik tani krejt ndryshe,
ku njeriu më nuk ishte në qendër, po qendra e asaj ishte ideja e socialistit shqiptare, proletarit. Du t'ju pës, tash kemi dy shoqëni, të cilat shkojnë në dy trajektore të zhvillimit të tyre për më shumë se një shekull, shqiptarë me të njëjtën gjuhë. Çka u ka ndodhur këty në dy shoqënive, domethënë, çka u ka ndodhur këty në dy njerëzve? Ajo që ndodhi në Shqipëri ishte vendosja e komunizmit në mes luftës së dytë botërore dhe në fushën e kulturës e realizmit socialist që erdhi me kanonet e tij të përgatitura në Bashkimin Sovjetik. Kjo letërsi ishte letërsia e erojit pozitiv, e optimizmit kolektiv, depresioni nuk ishte i blejushëm, ai që ishte depresiv ishte i dobët, dhe largohesh edhe nga jeta aktive, po largohe edhe nga përfaqësimi i kësaj jete aktive në kulturë, në letërsi dhe në artet në përgjithësi. Realizmi socialist bëri që personat që çoheshin për studime për letërsi dhe në përgjithësi personat që çoheshin, individët që çoheshin për të punuar në superstrukturë, që është filozofia, që është kompozimi, që është në artet vizuale, piktura, skulptura, letërsia, çoheshin dhe formoheshin në fillim në Bashkimin Sovjetik, por me një kriter të fortë klasor, kur një njeri nga klasa e përmbysur nuk është çuar me studime në St. Petersburg për të vazhduar letërsi. Pra, brezi i shkrimtarëve, i piktorëve, i gjithë elitës kulturore u formuan në Bashkimin Sovjetik dhe mbas 1957 me themelimin e Universitetit të Tiranës u formua në Universitetin e Tiranës. Por të mos harrojmë që këta vinin nga klasa në pushtet, sepse opozita politike duke filluar me gjyqin e deputetëve në 1946 u eliminua fizikisht, pra u eliminuan gjithë njerëzit që ishin formuar në Rom, Vjen apo Paris dhe ngelen vetëm ata që erdhën tani të rinj, fitimtarët që u edukuan në St. Petersburg për letërsi, në Moskë edhe në Bashkimin Sovjetik, po jo vetëm, po edhe në këto demokracit popullore në Bullgari janë formuar shumë. Nuk e di, s'kam iden sa mund të jenë formuar në Beograd, por në Bashkimin ka pas. Në Bashkimin Sovjetik kjo është e pa kontestueshme. Dhe këto njerëz që erdhën të formuar vazhduan linjën e pushtetit të regjimit, kurse të tjerë që vazhduan të krijojnë, sepse gjithmonë nuk mundesh asnjëherë ta shuash opozitën sikur ti edhësh atësit dhe mos të ngelet asnjë. Por çfarë ndodhi? Ata autorë që ngelen të lirë nga ky formatim prej realizmit socialist, ata u burgosën, u dënuan dhe në rastet më ekstreme u pushkatuan për një poezi, pra u azgjesuan fizikisht dhe vepra e tyre doli nga qarkullimi. Kjo solli në një farë mënyrë një lloj selekcioni natyror të detyruar, po të krahasojmë në mënyrë metaforike teorinë e Darwinit që ulet temperatura dhe mbijetojnë vetëm ata që kanë aftësi që të rojnë në Borë apo në stepat e Rusisë. Megjithatë, kjo lloj estetike e formsoi njëkohësisht edhe marroi, madje edhe fizikisht nganjëherë thuhet, e ndërtoi shqiptarin. Çfarë do të them është, një shqiptar në Kosovë i cili kishte rrezik armikun, i cili armiku ishte tjetri, që s'ishte si ai, edhe ky vritej pikërisht pse ishte shqiptar, kurse në Shqipëri shqiptari ishte armik i vetvetes. Absolutisht. Edhe këtu formsohej një shqiptar i cili po ndërtonte jo vetëm një jetë, po ndërtonte edhe një estetik, edhe mentale, të tipit që pastaj për me usliru për i saj e kemi Çeslav Miloshin. Mendjen e robëruar. Po, domethënë, sa janë shqiptar të robëruar në mendjen e tyre me këto verzionet, ose sa jetesa
e izoluar ose e dhunshme krijon mendje të tilla që a mund të çlirohen mendje të tilla ose si çlirohen? Pikërisht, do më thonë, këto mendje që u bën dominante, do më thonë, ishte të themi mendimi dominant me lidhjen e shkrimtarëve dhe prodhimin që ai bëri për shumë vite, por siç e thatë ju me perspikacitet, si mundet që të robërohet mendja? Nuk mund të robërohet mendja e të gjithëve, u robërua mendja e atyre që u formatuan nga regjimi dhe duke ndërhyrë edhe ekzekutimi atyre që nuk pranuan të robëroheshin. Dhe siç e thot Czesław Milosz, që është çmimi Nobel i letërsisë, është polako-amerikan, sepse ai këtë vepër e ka shkruar kur ka qenë në Amerikë, ka plotësuar atje. Ai e shpjegon me konceptin e marrë nga kultura arabe të ketmanit. Ketmani është një individualitet krijues ose një subjekt i parëndësishëm, një individ i cili ka një qëndrim të jashtëm, i cili është në konformitet me pushtetin, dhe një gjendje dhe një sensibilitet dhe një mendim të brendshëm i cili është i lirë. Por me kalimin e kohës, njëri pushton tjetrin. Këto janë dy anë të këtij individit ketman, siç e shpjegon Czesław Milosz, që jetojnë në ekuilibër. Por kur terrori rritet dhe kur ndërhyn edhe frika, bën që kjo shpreha konforme, jashtme, ta pushtoj totalisht atë jetën e brendshme dhe njeriu nuk ka më liri. Unë e kam thënë këtë me modesti tek romani im i parë Kloroform, ku flas për ishujt e lirisë të brendshme. Pikërisht këtë desha kam dashur të them, që njeriu ruan brenda vetes disa parcela lirie, por kur terrori është i madh, ato parcela lirie zhduken dhe kjo e shpjegon për shembull Czesław Milosz, ai krahason poezinë kontemplative që ka hyrë në shqip me termin soditse. Poezia soditse e Maria Rilkes flet për ekzistencën e njeriut. Për shembull në poezinë Herbst, që do thot vjeshta, ai flet për rënien e gjetheve si metaforë të ndrimit të sezoneve tek pemët dhe flet për vdekjen, rënien e njeriut, që ndodhet tek secili prej nesh, duke futur pastaj edhe një element që është metafizik, sepse thot që një dorë e butë i pret të gjithë këta për ta bërë të lehtë këtë kalim, duke bërë një të thuash përshkrimin poetik të ekzistencës njerëzore, që ne vdesim, por ama kjo është një dukuri, ne jemi të përkohshëm, jemi fragil, jemi të dobët, por kjo është natyra njerëzore. Ndërsa realizmi socialist, po të marrim për shembull një poezi që është tipike e të kundërtës poezisë të Rilkes, është për shembull Shqiponjat fluturojnë lart. Tek Shqiponjat fluturojnë lart, që unë e kam recituar në provimin tim të maturës, thuhet: ku ti kërkoj rënjët e tua parti, si një rap madhështor, ke lindur në rrugën ku shkojnë shtrëngatat, ato rajnë të shkullin, por ti veç vaditesh prej shqotave të tyre dhe mes shqotave ritesh. Pra, përjetësia, fuqia, natyra me ndikimin e saj nuk bën që ne të bijem, por ne ngrihemi më të fort. Është pikërisht është skematike poezia e ideologjisë, ku partia është e pathyeshme, e pamposhtme dhe me kalimin e viteve historikisht bëhet edhe më e fortë. Dhe vetëm për ta përfunduar iden, pra çfarë thot Czesław Milosz? Ai thot që formatimi në pushtetin totalitar nuk është vetëm për shkak se autori e di që po të shkruaj një vepër kontemplative ose soditse nuk do të botohet, por në rrugtimin e tij ai e humb aftësinë për ta shkruar këtë lloj vepre. Aftësinë për të soditur.
për të soditur, sepse në qoftë se ti sodit dhe përshkruan bukurinë e një fije bari, ty të kërkohet ti quhesh mikroborgjes, ty të kërkohet të flasësh për heroinën që ra në hekurull për të ndërtuar adeun socialiste e kështu me radhë. Një mendje e robruar që është mësuar të funksionoj në një sistem të caktuar rregullash. Dhe ndryshon ky sistem rregullash në një moment caktuar. Këto mendje pastaj kur dalin në fushën e pothuajse të paanë të lirisë, spaku kështu e projektoi. Si gjinden, se tani janë jashtë kutisë. Absolutisht, keni shumë të drejtë dhe kjo amnezi vërehet në 35 vjetët pas rënjes, të mos themi rënjes së totalitarizmit, se akoma nuk është konstatuar kjo, po të themi të pranimit të pluralizmit. Po thoni që ende ka hije totalitare? Po, absolutisht. Dhe këtë mund ta kuptojmë ose ta shpjegojmë me dy, është ajo që quhet afterlife, që në shqip ekuivalente do të jetë pasjeta e totalitarizmit ose pasjeta e realizmit socialist. Sepse një njeri i formuar në gjuhë, në mentalitet dhe në mënyrën se si i shef gjërat për 2 gjenerata tashmë, bile mund të themi 3 gjenerata në Shqipëri, ai e ka të vështirë që të dali nga këto skema. Shpesh herë, dhe po bëj një parantezë të vogël, edhe fëmia shpesh herë kopjon dhe riprodhon skemat e prindërve të tyre. Mund të jesh kundër një babai autoritar, po pa dashje prodhon të njëjtën skema autoritare tek fëmia jot. Çfarë ndodhi në Shqipërinë e pas, ku u bë i mundshëm pluralizmi politik dhe ku nuk ishte më i detyrueshëm realizmi socialist? Njerëzit ishin, thamë që... Ai nuk ishte i detyrueshëm, po ishte i mbjellur në mendje. Ishte i mbjellur në mentalitet. Dhe ajo që thot Cvetan Todorov dhe filozofi amerikane Vital Ronel, thot që, të marrim një shembull të thjesht që i flet çdo njeriu të thjesht, të marrim patriarkin. Të mendojmë një vajzë që është rritur në një familje patriarkale, e cila i ka mbrojtur kodet e patriarkalisë, të patriarkizmit. Çfarë duhet të bëjë, si duhet të sillet me të dashurin, çfarë duhet të bëjë pas martesës, e tjera. Nëse kjo vajzë emancipohet, shpesh herë ndodh që në një veprim të ri emancipues që ajo po bën, gjithmonë i kujtohet se çfarë i ka thënë babai. Gjithmonë i vjen në kokë që kjo nuk është mirë që po bën ti, sepse babai të thotë që duhet bësh këtë gjë tjetër. Ajo duhet të ketë një formim, duhet këtë bërë një punë të emancipimit. Është kaq e fortë e kaluara sa të na diktoj veprimet e të tashme? E kaluara është e fortë, sepse tani këto teoritë moderne kanë treguar që ne e përçojmë sjelljen sociale të prindërve tanë si në një kaset të regjistruar. Bile ka teori që thonë që duhet marrësh një kaset, kjo është pak e skematizuar, dhe të thuash që çfarë do të bësh në jetë, dhe kur ngrihesh në mëngjes ta vësh atë kasetën dhe ta dëgjosh, që në mënyrë të vetvetishme mos të shkosh atje ku të çon olluku, sepse në mënyrë të vetvetishme ti shkon atje ku të çon edukimi, dhe kjo nuk është e vlefshme vetëm për totalitarizmin, nuk është e vlefshme vetëm për realizmin socialist, po kjo është e vlefshme edhe për fen. Dikush që në një moment të caktuar ka filluar të mos besoj, në një moment të caktuar ai ka frikë nga Zoti, sepse ja kanë përsëritur që po e bëre këtë, do të vrasi Zoti. Ndërkohë nuk do ta bëj atë gjën e keqe për ndërgjegje sociale, për shembull, nëse është ateist. Dhe është pikërisht kjo që quhet mbasjeta e totalitarizmit, që shihet në Shqipëri më shumë dhe në Kosovë më pak, sepse të mos harrojmë që historikisht ish Jugoslavia u largua nga kampi i lindjes dhe ishte një periudhë në vitet 80 ku intelektualët kosovar, shqiptar të Kosovës që vinin në Shqipëri,
kishin një mendje hapje, kishin një liri dhe është pikërisht në vitin 1987 që doktor Ibrahim Rugova e shkruajti refuzimin estetik. Por në Shqipëri asnjë shkrimtar i madh, shqiptar shumë i njohur apo kryetar i lidhjes së shkrimtarëve nuk shkruajti asnjë të dhjetën e refuzimit estetik. Ata nuk arritën ta kuptojnë këtë detyrim për të çliruar nga formatimi. Një njeri që jeton në këto hapësira, i cili ka lënë formacione të ndryshme të sistemeve politike edhe ekonomik, shtrohet edhe kjo pyetje. Kush është shqiptari sot? Në kuptimin edhe intelektual, edhe njerëzor, domethënë edhe në kuptimin edhe kulturor, sidomos. Kush është ky shqiptari sot? Se që shumë lehtësisht bëhet nacionalist, shumë lehtësisht bëhet fashist, shumë lehtësisht bëhet shovenist, bëhet kozmopolit, domethënë për brenda 24 orësh ndrën sikur kameleon forma të ndryshme të shprehjeve kulturore. Duke mos besuar as pak që këto argumenta që po do të zhvilloj për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj janë kriteri së vërtetës, por me modesti do të them diçka që lidhet edhe me punimet e mia doktorale që janë pikërisht për të kuptuar se cili është individi që del nga këto regjime totalitare që ushtrojnë frikën dhe terrorin. Në radhë të parë, shqiptari është një individ dhe sa herë që e shpreh këtë më ngjethet mishti, është një individ i traumatizuar. Ne si kombë po jetojmë një shok post-traumatik, siç quhet ai sindromi post-traumatik. Sindromi post-traumatik është që ty të ka ndodhur diçka në të kaluarën tënde, por ajo ka qenë kaq e frikshme, kaq e egër. Dhe marrim çfarë ka ndodhur në Kosovë, vrasja e fëmijëve para nënës, përdhunimi i grave, prerja e kokës, e lënia e njerëzve pa kokë dhe e lënia e një dëshmimtari që ti dëshmoj këto gjëra. E kjo është bërë për të përhapur frikën dhe për të ngulitur frikën. Kjo bën që njeriu në radhë të parë një herë të jetë me stres. Dhe pa një punë të institucioneve, kryesisht në Kosovë, se tu ka ndodhur një luftë me një armik përpara, po edhe në Shqipëri që ka ndodhur një luftë me një regjim, atje gjërat kanë qenë të mbuluara, sepse ka njerëz sot që akoma kërkojnë të vrarë dhe nuk dinë të pushkatuarit pa gjyq dhe nuk dinë ku janë varet. Pra, në radhë të parë shqiptari në të dy anë të kufirit është i traumatizuar. Me mban politika si në Kosovë, si në Shqipëri, këtë traumë? Apo bën përpjekje që ta zbos? Kam përshtypjen se nuk e njohin, nuk pranojnë ta njohin, dhe edhe kjo mos njohja janë fenomene të cilat janë të themi janë të njohura dhe të studiuara nga shoqëri dhe shtete më të mëdhenj se ne që kanë kaluar këto gjëra para nesh. Për shembull, është studiuar nazizmi. Nuk dua të them që nazizmi është i njëjtë me komunizmin, por ose fashizmi është i njëjtë me komunizmin, por ka anë të cilat ato bashkohen. Edhe fashizmi edhe komunizmi dhe pastaj komunizmi u transformua në socializmat e shekullit e 20. Por ka dhe diçka tjetër. Jo vetëm opozita... Nazizmi pretendonte se ishte nacional-socialist. Nacional-socialist. Por edhe socialistët ishin shumë nacional. Sepse të gjithë shkrimtarët e realizmit socialist ishin etnocentrik. Të gjithë i thunin lavdi. Nuk them që është keq, se populli ynë që në shekuj është shkatruar nga fqinjët, ka nevojë për një dozë nacionalizmi, sepse ne nuk duhet të shohemi si kulturë shqiptare. Veç paranteze kisha këtë, por do thoja që një opozita është jo ekzistente, sepse me kriterin klasor e zhdukën fizikisht dhe e zhdukën intelektualisht. Pra, nuk ekziston, pra tani po formohet opozita, po formohet nga disa element të opozitës aktuale, po që është
është trashëgimtare e nomenklaturës dhe nga disa element që kanë ardhur, që janë formuar të themin perëndim. Ka një fenomen tjetër që vërehet, është fenomen dhe denial që i thohet mohimi. Do me thonë njerëzit kaq turp u vjen që, sepse ka njerëz të ndershëm që u vjen turp që kanë qenë pjesë e sistemit. Kanë qenë për padije. Ai ka qenë partizan. Partia i ka dhënë çdo gjë, i ka dhënë edukimin, i ka dhënë barazin me të tjerët. Ai ka besuar deri në fund. Jeta është pa në ato kontura. Po, dhe ashtu është prezantuar jeta ati, sepse ai ndoshta ishte bujk. Dhe dihet që se sa e varfër ka qenë Shqipëria në 44-ën. Pra, ky mohimi vjen edhe jo vetëm me qëllim të keq të njerëzve që duan të fshin krimet e diktaturës, po vjen edhe nga turpi, se thot si ka mundësi unë si intelektual e bëra këtë gjë, jetova në këtë gjë, dhe është më komode që mos flasim më për këtë, ta harojmë, iku ajo tani të bëjmë ç'është përpara. Por historia njerëzore ka vërtetuar që pa katarsis është e pamundur që gjërat të ndreqen. A kemi bërë një gjë të tilla, apo kemi kaluar lumin pa u lagur? Mendoj se janë bërë gjëra, sepse nuk duhet mohuar totalisht, se atëherë bëhemi nihilist. Por jo aq sa duhet, dhe duhet punuar jashtëzakonisht shumë, sidomos me traumat në Kosovë. Më thonë të punohet sindromi post-traumatik, të trajtojnë ata që ende janë gjallë dhe kanë parë terrore. Unë kam njohur një shkrimtare, poete kosovare, vetëm për parantezë, që nuk kthehej dot në shtëpinë, nuk i shikonte dot ambientet ku i kishte ndodhur fatkeqësia e saj. Ajo do të kthehet në Kosovë, por akoma nuk është gati, sepse nuk di se çfarë pret. Prandaj është shumë e rëndësishme që të punohet me traumën. E dyta, në Shqipëri, sepse ne jemi një kombë dhe kemi histori të ndryshme, ju në ish Jugosllavi, ne në totalitarizëm, kemi trauma që janë të ndryshme. Këtu ka edhe një element tjetër, prapë them me modesti, se unë kam mbuluar për gjatë gjithë kohës së bombardimeve të NATO-s, kanë qenë në antenë flisja drejt Kosovës Shqip, dhe pastaj kam punuar me vitet e tranzicionit të Kosovës, të themi për 12-13 vjet, dhe kam ndjekur nga afër Kosovën, kam ardhur shpesh, kam mbuluar zgjedhjet. Dhe mbi këtë keni shkruar këtë libër, Kosova më na mu, që është fituese në panairin e 2017-s. Po, është një libër me ese, ku 1/3 është ese mbi luftën e Kosovës, do të thonë gjëra që nuk i lejonte politika redaksionale e Radio Francës Internacionale. Ju keni edhe se jemi në fund të intervistës, ju keni edhe një shtëpi botuese në Francë, Bilang. Po, është në frëngjisht, por nuk është i përkthyer, sepse është autor, janë 3 autor francez, është një motër kristiane që i ka dashur shumë shqiptarët dhe që ka ardhur, ka banuar këtu pas luftës, quhet motra Odette Marquet, është një gazetar i Radio Francës dhe një fotograf francez, të cilët kanë lëvizur gjatë 20 vjetëve me vajtje ardhje dhe kanë fotografuar të gjitha kishat në rrugën që kanë ndjekur Shën Pali kur ka ardhur nga Roma në Brindisi, në Durrës, dhe pastaj kanë ndjekur Via Egnatia deri në Maqedoni dhe lart në për Ballkan. Edhe aty ka ndodhur krishtërimi i shqiptarëve, sepse krishtërimi është bërë nga këto udhëtimi i këtij të themi që është bërë profet tani, dhe kjo ka ndodhur sepse ai në ato shënimet e veta që gjenden në librarinë e Vatikanit, kjo motra Odette ka konsultuar të gjitha librarit edhe në Vatikan, edhe në Konstantinopol, në të gjitha vendet ku ishte atëre të themi prandorisë bizantine, dhe i ka parë në kohë, dhe është
është tërhequr në kohë. Për shembull, aty thuhet që në vitin 0, në vitin 57, do me thënë me njerë mas vitit 0 pas erës tonë, në Durrës ka pasur 74 familje kristiane. Pra, shqiptarët janë krishtëruar në të njëjtën kohë me të gjithë popujt autokton të Ballkanit, të cilët janë rumunët dhe grekët. Faleminderit shumë zonja Buda që ishin në intervistë këtu në Prizma dhe që gjetet kohë me ardhë. Shumë faleminderit juve. Nuk mendova se në kohë kaq të shkurtër do ta asimilonit gjithë tezën time të doktoraturës dhe gjithë këtë punë për të cilën unë kam punuar 10 vjet dhe jam shumë e lumtur që e bëm këtë intervistë, sepse më bët të them gjëra që vërtet kanë vlerë për të dy, për popujt tanë në të dy anët e kufirit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.